tek arrat. Po. Sa hektar gjithsej janë? Në këtë kompleksin janë 15 hektar arë. 15 hektar. Dhe sa? 4.000 trupa. 4.000. Tani jemi në kohën që ato nuk... Tash kanë filluar. Ka filluar? Tash kanë filluar. Kur janë gati? Gati janë nga 10 deri në 15 tetor. Çfarë lloj are është këtu? Ara Chandler. Chandler është prodhues amerikan Chandler. Është Fidani që merr. Po, Fidani Chandler. Si është lloji? Është are... Arë është shumë arë mirë, është arë butë, si thehet, lehtë thehet. Shumë lehtë thehet dhe ka thelbin shumë të mirë. Shumë të mirë. Ku e çon, ku e shet? Me fol drejtun në Kosovë shet gjithë këto. Të gjithë në Kosovë? Gjithë të shes në Kosovë. Eja firmës Gorenian, Prishtinë edhe aje bën shitjen e për dyqanet veta. A ti thjesht e di ku e çon dhe ai që në fillim porosit. Ndodh her pas here që shikoj në Shqipëri që ankohen, thonë për shembull s'kemi ku e çojmë, ku e shesim, si funksionon? Pa, s'kena arna që shqitet, arra shqitet gjithë. Jo, nuk them për ardhën, thonë për gjëra tjera. Për gjëra tjera. Si funksionon? Ti e di ku do e çosh, e di sa do mbjellësh, nuk e mbjell pa e ditur ku. Po, me fort drejt kjo se dinti si kjo dhe arra i ka kushtet atmosferike si janë. Po. Ndonjë vit ban ma shumë, ma pak. Temperaturat, breshrat, ti duhet me mbrojt. Për ata, ujitje do në stop 1-2 muaj. Këto e ke për ujitjen të gjithë? Po, këto e kam për ujitje, po tash që kom bërë rregullimin e kësaj, frezimin për mëse pas barishta. Sa mirë duket, e bën për ditë vetë i kontrollon për ditë, me kontrollojmë për çdo ditë e këtu sert ka barë na kështu barishta dhe me freza i mshojmë poshtë lart. Ai shkaloi tani këtë bëri pastrimin. Po, edhe këtu e kem plerimin, që tash i qesëm edhe jangjës, i qesëm edhe kësaj, ka pak, i qesëm ple, çka janë plet që morën pishtatës. E përdor këtu, po, e përdorim këtu. Dhe kjo është gjëja më e mirë, kështu që janë të sigurt e arra jote, domethënë kur e blej. Po, janë të sigurt edhe 70% bio. Është bio. 70% bio se s'përdorëm na kështu. Nuk përdorëm na si me ujitje diçka tjetër përveç plehu tonë. Po fliste dikur një veterinar i vjetër po tregonte kur ishim në një fshat dhe tha që unë merja të baktista dhe ja idhim në bujësi, nuk përdorim gjëra tjera. Dhe filluan thanë këto janë gjëra të vjetra, bëshin dikur, tani duhen plerat kimik. Në fakt na si përdorim, me fort drejt na s'përdorim tash plera kimik. Nuk përdorim. S'përdorim. Është kjo që të intereson, e baktisë. E baktisë është. Edhe e bën arën më të ëmbël, më të mirë, shumë. Po dhe nuk i nevojë me investu se duhet ato kristaloret kushtet e kanë një çmim goxha të lartë. Që ti tani je në rregull. Po tash jam në rregull se kam subvencion për dy aty deri fituar. Sa subvencion ka arra? Arra e kanë dikon 650 apo 750 për hektar. Për hektar? Për hektar, po. Që i bie sa merr në total ti nga arra? Tash 15 hektar, sa i merr dikon 10.000 euro ashtu për afërsisht. 10.000 euro, ja bëra gjithë llogaritun, fillova sa merr aty, sa merr këtu. Sa merr aty. Po kjo do të punues edhe mos mi punu edhe s'ti japin. Duhet ta punosh, duhet të dali dhe e mirë, duhet të cilësore, se nuk t'i japin se i shohin fotografi, keni parasysh. Ju lëm shënduar. Shumë mirë. E gjitha është zinxhir në këtë vend. Po, kjo është zinxhir lidhet me stallën tonë, gjithë zinxhir lidhet kjo. Asgjë nuk shkon dëm. Ja, plerimi. Dhe punoni të gjithë. Gjithë punojmë. Edhe gjithë janë me rog, edhe goca punon? Ja, goca është e martuar, pëdhaja vjen kanë një herë. Jepi dorë? Po, në dorë, ku të mbledhim arrat. Ku mbledhen arrat, vinë më shumë njerëz Po, pastaj? vi morëm edhe fshati, duhet një 30-40 këtu. A, duhen njerëz shumë? Po, duhet shumë se duhet bëhet vjelja, pastrimi, terja. Ka dhe kjo i qik punë ka. Ka qik si shumë punë. Nuk ka vetëm subvencione kjo puna, ka puna. Ja, ka punë. Por ama është punë e bukur, të mban gjallë. Po, me fort drejt, po. Dhe të mban me dashuri për punën, edhe pse jo edhe me goxha mundësira. Do të shtosh akoma, apo? Ja, kësti kjo është mundësia se duhet ti sa të bënd ma shumë, kjo dojnë punë ma shumë. Këtu sa i ke, ti punojmë edhe ti rrim gati. është po për shi kam për shtypjen, tani, dhe filloj shiu. Ti besoj, ja. Prish punë? Jo, s'prish punë. Nuk prish punë, vetëm s'tu hit ke hall. Vetëm e breshërë që i thoi, ma edhe është ma probleme pas, po jo, mirë jetë. Koha është e mirë, dhe i tash ka marrë koha e mirë shumë. Tu shtoftë puna? Faleminderit shumë. Ky episod
mbështetet nga Raiffeisen Bank.